Na ishte dikur prezanton 10 fakte të ralla nga jeta e mbretit të shqiptarëve, Ahmet Zogu. Ahmet Zogu jetoi 65 vite, 5 muaj e 29 ditë. Lindi në 8 tetor 1895 në fshatin Burgaj të Matit dhe vdiq më 9 prill 1961 në spitalin Foch, pranë Parisit. Ahmet Zogu ka qenë mbret i Shqipërisë për 10 vjet 7 muaj e 6 ditë. Ai u kurorëzua mbreti i Shqipërisë më 1 shtator të vitit 1928. Monarkia i tij mori fund kur Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste më 7 prill 1939. Ahmet Zogu qëndroi për 11 vjet në fronin e mbretit të Shqipërisë, për 3 vjet në detyrën e presidentit, për 2 vjet në detyrën e kryeministrit dhe për 10 muaj në detyrën e ministrit të brendshëm. Ahmet Zogu ishte djali i Xhemal Zogut, kryetari i një fisi të Matit dhe Isadie Toptanit, një nga pinjollet e familjes së njohur Toptane nga Tirana. Xhemal Zogu vdiq në moshën 41 vjeçare në rrethana të panjohura, ndërsa Sadie Toptani vdiq më 24 nëntor 1934. Ahmet Zogu ishte një nga 2 djemtë e familjes dhe kishte edhe 5 motra, Adilen, Nafien, Semien, Mejiden dhe Ruhien. Ndërsa vëllai i tij, Xhelal, ishte nga martesa e parë e atit. Princi Xhelal vdiq në Stamboll në vitin 1944 dhe la 5 fëmijë. Mbiemri i vërtet i familjes mbretërore është Zogolli. Nuk ka një datë të saktë se kur është bërë ndërrimi i mbiemrit, por mendohet se mund të jetë viti 1927. Mbiemri Zogu i përshtatej më shumë një aristokrati se sa mbiemri i mëparshëm Zogolli. Ahmet Zogu mësimet e para i mori në liceun perandorak francez të Galatasarayit në Turqi. Më pas vazhdoi studimet në Akademinë Ushtarake Perandorake në Vjenë. Studimet i ndërpret në vitin 1912 dhe kthehet në Shqipëri. Ahmet Zogu ka qenë pjesëmarrës në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 si delegat i Matit. Ai në atë kohë ai ishte 17 vjeç dhe cilësohet si aksioni i parë politik i tij. Ahmet Zogu ishte 25 vjeç kur mori detyrën e ministrit të brendshëm, 30 vjeç kur u bë president i Republikës dhe 33 vjeç kur vuri në kohë skeptrin e mbretit të shqiptarëve. Në 65 vite të jetës së tij Zogu i provoi të gjitha, që nga dëbimi prej Shqipërisë, rikthimin për të arritur majat e pushtetit dhe ekzili për të mos u kthyer më kurrë. Gjatë mbretërimit të Ahmet Zogut në 11 vite u krijuan 8 kabinete qeveritare. Më kryesorët janë ata me kryeministra Kostaq Kota, Pandeli Evangjeli, Mehdi Frashëri.